ka një lloj nonsensi, por unë gjykoj që çdo fjalë e një qytetari brenda në sallë është një formë e protestuarit për gjitha ato probleme që po protestojnë sot qytetarët. Prandaj e kemi stimuluar dhe e mirëpresim fjalën e qytetarëve, sepse kjo qeverisje ka një gjë, shmang ballafaqimin me qytetarët. Ky ka qenë fakt rasti i parë, kur them ky dëgjesa, kjo më saktë, dëgjesa ose ky rast ballafaqimi ka qenë rasti i parë dhe vërtet me zor i kanë përtypur fjalët që kanë thënë qytetarët, sepse fjalët që kanë thënë qytetarët sot janë parulla në shesh dhe ju e dini shumë mirë. Pra unë do thoja që është një formë vazhdimësie e të protestuarit të qytetarëve, por edhe e opozitës. Lufta ndaj opozitës për gjatë shumë viteve ka qenë dhe në formën e bërjes opozitë ndaj opozitës, ndaj PD-s. PD-ja është sulmuar në forma juridike, politike, zgjedhore, dhe këto format janë kaq të lehta, ka rryma aty brenda që duan të përfitojnë kapital politik, marrin autoritetin e opozitës dhe gjejnë këtë formë për të lëshuar ndonjë thirrje, ndonjë parull që nuk na afekton. E rëndësishme është që gjithë qytetarët janë aty për një qëllim, për një emrus të përbashkët, që është largimi i kësaj qeverie dhe largimi i Ramës.